Gjithnjë më shumë të huaj po zgjedhin Shqipërinë jo vetëm për ta vizituar, por edhe për të jetuar në të. Njëri prej tyre është Samuel Koshi, i cili mbriti në Delvin disa muaj më parë. Fillimisht erdhi për të takuar një mikun e tij, por mikpritja e banorëve dhe njohja me ekipin e futbollit të qytetit bën që ai të ndryshonte planet. Sot Samueli mban veshur fanellën e ekipit të Delvinës dhe e konsideron qytetin shtëpinë e tij të dytë. Jam këtu prej 4 muajsh. Fillimisht erdha për të vizituar një mikun tim që jetonte në Delvin. Ai më tha se peizazhi ishte shumë i bukur dhe se njerëzit ishin të mrekullueshëm, kështu që vendosa ta vizitoja. Më pas u prezantova me klubin dhe njerëzit e Delvinës më pritën aq mirë sa më kërkuan të qëndroja. Tani jetoj në Delvin dhe luaj për ekipin e futbollit. Që atëherë kam vizituar edhe qytete të tjera si Vlora, Korça, Maliqi dhe disa vende më të vogla. Duhet të them se të gjitha janë shumë të bukura. Megjithatë, tani që jam këtu, do të jap merit të Delvinës. Njerëzit këtu më duan shumë, ndaj nuk mund të veçoj një qytet tjetër. Edhe Saranda mbetet një nga qytetet e mia të preferuara. I impresionuar nga eksperienca e tij, Samueli u ka sugjeruar edhe miqve të tij të vizitojnë Delvinën. Njëri prej tyre, i cili e vizitoi së fundmi qytetin, tregon se mbeti i surprizuar nga bukuria natyrore, qetësia dhe mikpritja e banorëve. Kam ardhur këtu në janar, por Shqipërinë e njohja edhe më parë. Më pëlqen shumë Shqipëria, sepse njerëzit janë shumë mikpritës. Tani më ftoi një shoku im në Delvin, kam ngelur i impresionuar. Në një kohë kur Shqipëria po tërheq gjithnjë më shumë vizitor nga vende të ndryshëm të botës, historia e Samuelit tregon se për disa prej tyre udhëtimi nuk përfundon me një vizitë. Delvina me mikpritjen, traditat dhe jetën e saj të qetë ka arritur të fitojë zemrat e njerëzve që vijnë ta njohin.